Tani në fabrikën thash, më të madhe të përpunimit të arit prapë me arsenin në Shqipëri, jemi dhe pjesat fundit dekorative. Ju tregova në fillim fabrikën, çfarë bëhet, këtu është interesant. Kjo është lingota arit që vjen kur ari bliet nga jashtë, jo kur derdhet tu, apo ju mund derdhni dhe ari 24 karat këtu, nga rafinimi po. Nga rafinimi. Po. Pra kjo është që vjen Swissët, 1 kilo fine gold, sa kushton kjo? Rreth 93.500 euro me çmimin e sotme. 93.500, se çmimi në bursë lëvizje arit, Po, këto kohë të fundit ka pas shumë luhati, shkon 97, 90, 93, por ka shumë luhati, nga 90 në 97. Po në përgjithësi goldi është i pa, do më thënë, nuk i humb vlera kur. Jo, asnjëherë. Gjithmonë, po ta mendosh para 2 viteve ka qenë çmimi 50.000 euro 1 kile, në këto moment është 93.500 euro 1 kile. 2 fishi? 2 fishi. Për 3 vjet? Për mos 2 vjet. Për 2 vjet? Për 2 vjet është 2 fish. Po dhe mund bjeri prapë? Po, edhe mund bjeri. Po, atëre, këto janë produktet kryesore që ju keni. Ju jeni specializuar për prodhimin siç pam poshtë të varseve apo jo? Po. Kjo është varsja e famshme popcorn? Kjo është varsja, po. Modeli i cili pëlqejet më shumë këto momente. Ky model pëlqejet më shumë? Po, ku i eksportoni? Zakonisht në Itali, në Turqi bëjmë eksport, gjithashtu, dhe jemi në bisedime për të eksport dhe në Dubai. Dhe në Dubai, Itali, Turqi, Itali bie që t'jenë standardi Bashkimit Evropian, do më të një tregtushëm në Bashkimin Evropian. Ju edhe supervizorët i keni italian. Po, dhe supervizorët dhe shumë këtu paska edhe byzylyk pra qenë të shoqëruar bashk? Po. Shoqëruar. Këto janë 14 karat. 14. 14. Po 18 karatet? 18 karatet kemi këtu, kemi bijut. Bijut. Tani, kush është, po i quaj, varsja më e hollë, më fine që ju keni? Varsja më e hollë që ne kemi është kjo varsja këtu, mund të themi. Cila? Kjo këtu. Duhet marrim vetëm një. Po, duhet. Që këto janë apsa vështirë që nga të Janë shumë vështira. Ju i shisni me cop apo me pesh? Me pesh. Me pesh? Me pesh. Pra ju shisni... Ja, e gjeta. Shiheni sa e hollë është, nuk e di nëse kamera arrin ta kap. Sa është kjo, Arsen? Rreth 1 gram e 20. 1 gram e 20 e gjitha? 1 gram e 20. Kjo është e gjitha 1 gram e 20. Imagjino. Kjo është gjëja më fine që ju punoni. Po, më e shitura kush është? Më e shitura kemi bryzylykët tenis me diamante. Këto janë bryzylyk me diamant. Diamantet nga i merrni? Nga Italia. Janë certifikuar? Të certifikuar. Ku i mban diamantet që si pashun? Në kasafort. Mi hap njerë diamantet dhe pasaj vit mi ti tregoj këto? Patjetër. Ta zëvën pami në kasafort dhe pas që nga me mos shof numrin. Me që kasaforta është sekret. Shiveni se si është lingota e arit. E pat, kjo është 93.000. Aja ku dolën diamantet. Edhe diamantet. Që ka tjetë kasaforta po stregohet? Sekret. Këto janë diamantet. Po kjo qarë është? Certifikata? Kjo është certifikata e GIAS, e diamanteve. Po si është certifikata? Certifikata ka numër, çfarë ka? Ka numrin serial të çdo diamanti, i cili është që është këtu? Po, gdhendur me lazer rreth diamantit. Pra diamanti ka të gdhendur me lazer të njëjtin numër. Po, pra ti identifikon në bazë certifikatës dhe gdhendjes si ka diamanti. Po, certifikata ka përmasat të diamantit, ngjyrën, pasërtin. Kush janë diamantet më të mëdhej? Më të mëdhej në këtë grupin këtu janë këto janë disa nga diamantet më të mëdhej. Këto. Po. Edhe ky ka certifikatën me numrin e vet? Po. Do më thënë, në qoftë se unë zjerë vetëm një këtu, po që nuk e shet dot. Nuk e shet dot. Duhet teleskop që... E sa kushton ky diamant, për shembull? Varet nga karati. Sa karat është një diamant? Kush është diamanti më i madh që keni në Unaza? Prit ta fusim njërë këtë këtu. Pra secili nga këta shitet me një certifikat të vetën të... Ku ishte këtu apo ishte këtu? Nuk ka problem aty. Po. Këtu i keni të gjithë nga 1.85, 2.30. Diamantet tu fillojnë nga 0.8 mm më i vogli dhe më i madhi jemi këtu që është rreth 7 mm i madhësi dhe 1 karat pesh. 1 karat pesh. Po. Ky do të thënë i bie të jetë 7.000, 6.000 euro vetëm diamanti, pa punën dhe pa edhe diçka më shumë, dhe pa diamantet rrotull. Pa diamantet. Pra kjo Unaz mund të jetë rreth 10.000 euro.
Edhe më shumë mund të jetë. Edhe më shumë mund të jetë. Po këto janë po me diamant, Po, pak më me të vegjël. diamant, por pak më të vegjël. Pra ju keni edhe diamant 1 karat. Po, Dhe i punoni dhe me këto, kjo duhet jetë emerald. po. Po këto janë diamante më të vegjël punë, kjo duhet jetë rubin. Po. Këto janë punime të sofistikuara pastaj. Të gjitha prodhohen këtu? Të gjitha këtu. Pra prodhoni art të bardh, ja dhe ky me bageta me diamant, art të bardh, art të roz, po ky që nga kombinimi të dyjave dhe me 3 diamant. Dhe pastaj ke dhe art verdh të tjerat. Po këto që po më thoshe ishin varset me diamant? Të janë byzylykët tenis me diamant. Byzylyk tenis me diamant. Kush ka më shumë diamant? Po, ky byzylyku këtu duket më i madh. Ky ka diamant, ë? Diamant, Sa mund të kushtojë një byzylyk i tillë në tregun ndërkombëtar? Rreth 5.000 euro. 5.000 euro. Po. Ky byzylyk me diamant. Po. Ndërkohë kostoja juaj sa është apo varet? Varet. Po këto këtu janë prapë me diamant, po ka dhe të Po, verdh. janë dhe të verdh, më të vegjël, më të shkurtër, më të gjatë, varet gjatësitë janë ndryshme. Po gjithmonë nga madhësia e diamantit varet kryesorja. Kurse këtu ke varse tjera. Cili ishte modeli? Ju më thatë që keni një model varse tuaj që punoni vetë, e prodhoni vetë, ishte model i kompanisë tuaj. Kush ishte? Ishte ky modeli këtu. Ky është modeli juaj. Domethënë ju e keni të identifikuar si tuajin dhe shisni si model tuajin edhe jashtë. Dhe në projektimin e stambës dhe të makinerisë është projektuar nga ne. Kush është vendi që ka përpunimin më të mirë të arit rreth rrobës? Po në këto historikisht është Italia, Po? që të cilët ne nuk i shohim jo si të parritshëm, por janë konkurrentën tonë direkt. Po. Po Turqia? Turqia ka një cilësi më të ulët se Italia. Po. Dhe për ne nuk është problem që të arrijmë cilësinë atyre. Po cilësia ju është cilësi e standardizuar për Bashkimin Evropian, domethënë? Po, përderisa eksportojmë dhe në Itali, tregon që jemi të pranuar nga tregu italian. Ajo është peshorja? Kjo është Ta peshojmë një nga këto sa është për shembull një nga të voglat? Apo nuk arrin të peshojë deri në këtë nivel? Jo, peshon është peshore me 3 zero. Ta provojmë edhe një herë ta peshojmë se sa 1.4 gram, 1.42 gram flori. 14 karat. 14 karat. 14 karat. Po lingota ku peshohet? Peshohet atje? Po, te kjo peshore tjetër. Lingota peshohet në anën tjetër. Shifeni. Një kilogram flori i pastër, 24 karat, i sjell nga Zvicra. Shisa interesant. Do të këto janë gjithë produktet tuaja. Po. Ka 4 dyer për të hyrë deri këtu dhe për të parë. Një prej fabrika më e madhe në rajon dhe një prej fabrikave të mëdha edhe më gjerë në Ballkan për eksportin e varseve të Floririt. Domethënë këto varset këtu të gjitha eksportohen nga Shqipëria drejt Italisë. Po i lë kështu tani rrumuj. 3 episode kisha në YouTube për këtë për punimin e Floririt, të 3 janë interesante. Mund të shihni veç e veç dhe të 3 bashkë.